Mase në hoq, po në shanë për e hoq. Jo vallahi qame, po mës më konë haram, kur si kësha shtim renda, për jashta. Se që tu në keni ardhë me aminat lafeve të gojës. Me fjallë, me trej me të shpinës o gjallarve, na knaqët hoq, po ju që ka e knaqët dinin o vlasë. Ta djem që po vinë me inqizu. Pse me këta po bën me punu, ju hitës po bën me punu për fej. A qka, me në veti, qa ke kontribu për një gjami? Ajt, veç këshyre veti. A ke shku në i dit me fshin të pinë? Kur kuj s'kar me fshin të pinë gjamiës për Ramazan? As dritare gjamiës për Ramazan? Na që unë selam më 5 gradë, tham jo njere, ja aman, se na i koritet kred. Po vlazër, këtë din nihmohet prej muslimanve, nuk nihmohet me fjallë. Këtë din nuk thuhet, Allah na ka nderu, Allah na boft, Allah bereqet, Allah. Këtë din lyp ansar. Isa a.s. qështa, men ansari ila Allah, kushen dimtar të min rrugët Allah ta'ala. Sta, men ahibaj, kushen dashamir dinit, plët. Gërbe qitë tonë atjene, azizet prangë së një qesi qera atjene. Këtu në ndreqin kaj 100.000 euro, shpia. Shpit zotit së ndreqin atje me gjithat pare, ve frajeratën me kërë. Ne këtu, haj s'ki pare, gjendja e rëndë ekonomike, pun. As për mësh me shku në për gjamia me ndihmua, gjamia me halës tonë. Biznismenat tonë, as për mund me thonë 50 euro në muj për që gjamit më halës teme, unë ja heki rrymen, as për mund me thonë biznismeni jona. Haqëlar, që livdohen kesh numre, shkova me familje, kesh në haqë, ati, mashallah, ta kum pru një hurm, mashallah. Me që si sende o lazëna, wallahi na lodh me që si lafe, wallahi jemi lodh. Dihmon e vetën e juj, tu e ndihmu dinin Allah ta'ala. In të nësurullaha janë surkum, nëse ndihmoni Allah, në Allah ju ndihmon ju. Njëri në të kujtohet në sekretin e vetë, unë e kohem të e ndihmu, bra. Këtë din, unë, qka e ndihmova këtë din. A u qova, njëherë më qumi shtyp 1000 kopjet një fletushkës një libit për i zatë zotit. Qohëm i darsmat e mdhaja, vdekjet e mdhaja, edhe i hargjoj e bëj e ktheje. Qobre qatë pare në haramit që jetoj shpenzu në restoranet haramit, kape, shtyp një libe, shpënda fise bilillah. Njerëzve, ndihmo këtë din. A e bëjmë këtë punë? Wallahi nuk e bëjmë lasë. Ja nuk e bëjmë na. Na jena lafazona të mdhej, na dim shumë me folë. Na dim shumë me livdu, na dim me bo dua, me po kur janë puna, me punu për hirtë Allah ta'ala, me shpenzu për hirtë Allah ta'ala. Shkon e njën atje në projektin në Gjermani për 25 milion mushafa, e këshyri në internet një vla, Allah i rujt e poston në internet, një femën e pranon islamin, edhe shkon, për më duke të më tregu dhe ma herët, shkon, mas 2 javë të pranimit islamit e nëzja për e kontës vetë 29.000 e kusur euro, gati 30.000 euro, edhe i qetë në konto për shtypjen e musafit. Kretë e bën 0-0 kontën e vetë. Na, ala nuk nitëm njoni që shkoj 30.000 euro të veta dhe shkoj edhe i tha shqiptare bura. 30.000 euro unë i nëzora prej bankës, po lypi mund drejt gjamin qëtë vend, kush për i bashkan gjitet me 3 euro o cipiri pa. 1.000 vetë, ka 3 euro, që 3.000 bëjmë. Pse be vlazën asë në bëjmë që të mesi? Pse bre gjithmonë të huj du të mi bo këto punë? Pse na shqiptarë të sumë kur qysh me shpenzu në rrugë të Allah talë? Te na shpenzima 1 euro, 2 euro, 5 euro. Kom dhonë, dhash. Allah i na përmisoft, ja Rabbi. Allah i na bëft matë mirë se që jemi. Allah inshallah na i shton punë të mira këtë mujtë bekum, kam ala me formi, po me ka që po e lojmë. Allah ta'ala inshallah na bën për aty në që punojnë për islam, jo që folin për islam.